Familja dhe jo institucioni do të jetë zgjidhja e parë për çdo fëmijë që mbetet pa kujdes prindëror. Ky është thelbi i ligjit të ri për kujdesin alternativ në familje, i publikuar tashmë në Fletoren Zyrtare. Ligji parashikon dy forma të kujdesit alternativ: familjet vullnetare dhe familjet kujdestare profesioniste. Familjet vullnetare janë kryesisht të afërm të fëmijës, hall, teze, gjyshër, kushërinj apo vëllezër e motra më të rritur, të cilët marrin përsipër kujdesin e tij. Risia e ligjit të ri është kujdestaria profesionale, ku familjet të trajnuara dhe të certifikuara do të mund të marrin në kujdestari fëmijë të kategorive të ndryshme, nga fëmijët e braktisur apo paprindër deri te fëmijët me aftësi të kufizuara. Të gjithë familjet që kanë interes për të bërë pjesë e skemës mund të aplikojnë pranë zyrave të bashkive. Çdo familje shqiptare që ka interes për të ofruar këtë shërbim të aplikojë menjëherë pranë zyrave të bashkisë për të ofruar këtë mundësi dhe këtë vullnetarizëm, por edhe këtë mision kaq të bukur dhe të rëndësishëm për mbrojtjen e fëmijëve. Megjithatë, sipas përgjegjës së sektorit të shërbimeve për fëmijë, Ermelinda Spaho, në vijim pritet që të kenë mundësi të aplikojnë edhe individë vetëm nëse plotësojnë kriteret ligjore. Duhet të jetë madhor, duhet të ketë dëshmi të pastër penaliteti, mos ketë të bëjë me probleme të lidhura këto raste abuzimesh, të jetë një familje të ofrojë një mjedis të sigurt, të mirëqen për ofrimin edhe plotësimin nevojave të fëmijës. Familjet kujdestare profesioniste përzgjidhen nga komisione shumë disiplinore dhe mbështeten financiarisht nga shteti përmes pagesës mujore, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe njohjes së vjetërsisë në punë. Ndërkohë familjet vullnetare përfitojnë pagesa mujore për shpenzimet bazë dhe mbështetje shtesë për arsimimin e fëmijëve. Që në momentin që një fëmijë vendoset në familje kujdestare, punojë si për mbrojtjen e fëmijëve, si një person kyç dhe i rëndësishëm për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, i cili është në çdo njësi bashkiake, ka për detyrë të monitorojë fëmijën dhe familjen ku është vendosur fëmia çdo 2 javë për 3 muajt e parë dhe më pas ky monitorim do jetë çdo muaj. Qëllimi kryesor i këtij ligji është ofrimi i një përkujdesi të përkohshëm deri në gjetjen e një zgjidhjeje përfundimtare, siç është bashkimi me familjen biologjike ose kalimi i përhershëm në një familje tjetër.